Përshëndetje të nderuar shikues. Koalicioni LDK-AKR Alternativa shumë shpejt do të shqyrtoj ftesën e lëvizjes vetëvendosje për bashkëpunim, bëjnë të ditur zyrtarët e këtij koalicioni, ndërkaq në vetëvendosje janë të bindur se ata do të formojnë qeverinë dhe Albin Kurti do të jetë kryeministër. Lidhja Demokratike e Kosovës, e cila është në koalicion me AKR-n dhe Alternativen, për herë të parë komentoi ftesën e vetëvendosjes për bashkëpunim për formimin e qeverisë së re. Zëdhënësi LDK Sarbana Brashi nuk e ka mohuar e as pohuar se në të ardhmen LDK-ja do të bashkëpunojë me vetëvendosjen. Po besoj që gjatë ditëve në vijim, kryesia i shqyrton krejt kërkesat, po besoj që njerë do të mi pritë certifikimin edhe mandej me vendosë si tutë. Ndërkaq antari kryesisë e vetëvendosjes Gjelar Sfeqla thotë se nga koalicioni LDK-AKR Alternativa kanë marrë shenjat e para për bashkëpunim. Ne kemi marrë indikacionet e para, tashmë është edhe publike, ata janë deklaruar që janë për të biseduar. Ne konfirmojmë se lëvizje ftesën e kryeministrit tashëm të Kosovës për këta aktor politik, dhe shumë shpejt shpresojmë që do të fillojmë bisedimet për krimin e qeverisë së re. Edhe kandidati për kryeministër i koalicionit PAN, Ramush Haradinaj, thotë se kanë filluar bisedimet me partitë politike për formimin e qeverisë së re. Komunikimi ekziston edhe është i vazhdueshëm, pa ato zyrtare duhet ndodhin kur përmbyllet certifikimi i rezultatit dhe marrë nominimin zyrtar, po jemi në punë shi për këto ditë. Por antari kryesisë e vetëvendosjes Gjelar Sfeqla thotë se vetëvendosje nuk negocion me asnjë parti politike për çështjen e kryeministrit. Çështja e kryeministrit tashëm të Kosovës nuk është çështje për diskutim, nuk është çështje debati. Albin Kurti do të jetë kryeministri i jashtëm i Kosovës, kurse do të ulemi, do të bisedojmë për mënyrën e qeverisjes, do thotë për prioritetet tona. Në vazhdën e takimeve me krerët të partive politike që kanë fituar mandate në zgjedhjet e 11 qershorit, ambasadori amerikan në Kosovë Greg Delawi u takua me drejtuesit e vetëvendosjes të konfirmojnë edhe në vetëvendosje. Delegacioni i lëvizjes vetëvendosje është takuar me ambasadorin amerikan. Ne i kemi shpallos prioritetet tona, e kemi shfaq vizionin tonë si e shohim Kosovën në udhëheqjen e ardhshme. Tashmë është publike mbështetja atyre në drejtim të gjithë atyre që krijojnë shumicën. Ata janë të vullnetshëm që të na mbështesin, po që se ne krijojmë shumicën në parlament. Në bazë të kushtetutës së vendit, pas certifikimit të rezultatit zgjedhor nga KQZ-ja, partia apo koalicioni i cili ka fituar zgjedhjet i ka 30 ditë afat për formimin e qeverisë së re. Lista serbe ndërkohë ka paralajmëruar se mund të bllokojë iniciativa siç thotë të dëmshme për popullin serb, pasi që sipas tyre kanë siguruar më shumë se sa mjaftueshëm numër të deputetëve. Në kohën kur diskutohet formimi i qeverisë së re, kreu i kësaj liste Slavko Simić thotë se edhe Ramush Haradinaj edhe Albin Kurti gjatë viteve të kaluara kanë dërguar mesazhe negative për popullin serb të Kosovës. Ndërkaq kreu i Partisë Demokratike të Ashkalinjve të Kosovës Danush Ademi është i bindur se koalicioni PAN do të formoj qeverinë dhe se kjo parti do të jetë pjesë e koalicionit. Ende pa u konstituar institucionet e dala nga zgjedhjet e 11 qershorit, lista serbe ka vënë kushtet e saj në lidhje me formimin e qeverisë së re. Nuk preferojnë për kryeministër as Ramush Haradinajin e as Albin Kurtin. Kreu i kësaj liste Slavko Simić thotë se që të dy gjatë viteve të shkuara kanë dërguar mesazhe negative për popullin serb të Kosovës. Sipas tij, të njëjtit kanë kontestuar rëndësinë e dialogut, duke vënë në pikpyetje formimin e asociacionit të komunave serbe. Të shohim cilat janë kapacitetet e njërit dhe tjetrit për ta pranuar realitetin politik dhe ekzistimin e një bloku të fuqishëm monolit politik serb në institucionet e Prishtinës. Simić thotë se kanë siguruar më shumë se sa mjaftueshëm numër të deputetëve për bllokimin e iniciativave të dëmshme për popullin serb. I pyetur se në çmënyrë lista serbe do të bashkëpunonte me qeverinë Albin Kurtit, Beqet Pacollit dhe Isa Mustafës, Simić për mediat e Beogradit tha se populli serb i ka zgjedhur përfaqësuesit e vet dhe se nuk ka mundur të ndikojë se kush do ta përfaqësojë popullin shqiptar. Ne do të dëshironim që bashkë bisedues të kishim parti politike më të matura, cilat identitetin e vet politik nuk e krijojnë animozitetin ndaj Serbisë dhe ndaj popullit serb. Lista serbe nuk do të tregtoj me interesat e popullit të vet
dhe kushdo që dëshiron të bisedoj e di se ku mund të na gjejë. Ndërsa kreu i Partisë Demokratike të Ashkalinjve të Kosovës, Danush Ademi, subjekti më i votuar nga ky komunitet, është i bindur se koalicioni PDK-AAK-NISMA do të formojë qeverinë dhe rrjedhimisht kjo parti do të jetë pjesë e këtij koalicioni, por në rast se nuk i bën numrat, Ademi thotë se do të gjejnë rrugdalje tjetër. Unë nuk e tham as gjë të tjera, do të kishim qeverinë, kushtë më njerë për një herë e kemi dhënë fjalën se do të jemi në koalicion me AAK-n, me kryeministrin e Arshëm, që cilë do tjetra më Shaharedinaj, me kryetarin e partisë Kadri Veselin dhe PDK-a, i cili do tjetë dhe kryetar kuvend, besoj, dhe Fatme Lima, i cili është edhe na do të jemi pjesë e tyre. Por nëse këta nuk e arrin numrat e për të marrë qeverinë, atëherë do të diskutojmë, do të gjejmë një rrugë nuk dalë, jo për diçka sepse na si komunitet nuk jam vlen të jemi në opozitë, sepse komuniteti dita ditës pret nga ne. Deputeti më i votuar nga radhët e komunitetit Ashkali, Danush Ademi, thotë se deri më tani subjekti i tyre nuk ka marrë ftesë për të qenë pjesë e koalicionit fitues të zgjedhjeve. Ndërkohë, në takimin e sotëm, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendim për të dërguar në rinumrim 30 kuti votimi. Zyrtarët e qendrës së numrimit të rezultateve kanë thënë se votat me kush do të numrohen pas skanimit e listave përfundimtare të votuesve të rregullt. Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka dërguar në rinumrim 30 kuti të votimit. Kryeshefi i KQZ-s, Enis Halimi, tha se këto kuti do të rinumrohen për shkak të evidentimit të shumë parregullsive dhe mospërputhjeve të dhënave. Gjatë pranimit të materialit të ndjeshëm, një numër i vendvotimeve nuk ka mundur të pranohen si të rregullta për shkak se nuk janë respektuar deri në fund procedurat e pranim dorëzimit në për KQZ. Rastet më të shpeshta i keni të grumbulluara sikur janë ndryshimi i shiritave, rastet më të shpeshta janë evidentuar gjatë pranimit të materialit të ndjeshëm, ndrimi i shiritave, pra mos respektimi i procedurës për ndrim shiritave, ku janë disa raste ku ka mungu lista përfundimtare votuesve, formulari i rezultateve të kandidatëve, kur ka mungu raste, ka edhe kur ka mungu libri i votimit, formularët e rezultateve pra FPR dhe FRK nuk janë nënshuar nga anëtarët e Këshillit. Nuk janë plotësuar formularët e rezultateve në disa raste, kur në disa raste është plotësuar FPR, në shkak se FRK nuk është plotësuar dhe një mëri raste si këto. Gjatë kësaj mbledhje u bë e ditur se 5246 vota me post do të numërohen në qendrën e numërimit dhe rezultateve. Për sa i takon çështjes që lidhet me këtë, ne kemi sado që kemi pas afatin e shkurt për këto votime ardhënde, ju kam referuar gjithmonë që kemi aplikuar një çështje afirmative, pra kemi shku edhe njoftimin për regjistrim apo ftesën për që kemi dërguar. Sado që kemi pas afatin e shkurt, nuk e kemi dërguar në postë, e kemi dërguar direkt në qendrën e distribuimit në mënyrë që të kapim afatet sa më të shpejta, në mënyrë që të mundsojmë sa më shumë votuesve që të marrin pjesë në procesin zgjedhor. Po ashtu kemi qenë në kontakt jo vetëm me postën, po edhe me qendrën e distribuimit në pranimin e këtyre materialeve që me qëllimin që të kemi sa më shumë. Po ashtu pra do të kontaktojmë me postën për ta kontrolluar një fond tonë postar mos për kurrë tjetër për skundërtha për aspekte statistikore. Ndërka që Adnan Rostemi, antari KQZ-s, ka kërkuar nga komisionerët e QNR-s që ta kryen detyrën me profesionalizëm dhe transparencë. Për tani unë kërkoj prej sekretariatit që të përqendroj vëmendjen dhe energjitë dhe kapacitetet në proceset që janë në vijim me sipër, sidomos në aktivitetet në QNR, dhe të sigurohet që të përmbyllet si proces sa më parë dhe KQZ-ja ta përmbyll për detyrimin e saj për të shpallur dhe certifikuar rezultatet natyrisht. Në vazhdim të mbledhjes, antarët e KQZ-s u dakordtuan që të bëjnë një analizë për votat e pavlefshme, si dhe një analizë për gjithë procesin zgjedhor, të cilat më pas do të shërbejnë KQZ-s në organizimin sa më të mirë të zgjedhjeve lokale që do të mbahen si vjet. Ka pasur një valë të reagimeve të ashpra pas fyrjes së rëndë që është bërë kryetares e komunës së Gjakovës Mimoza Kusari Lila nga Hajdar Beqa, kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës në Gjakovë. Kjo sjellje e Mimoza Kusari Lilas ma shumë i ngjason një
ma shumë i gjatë sa më e thonë me sinceritetin ma të madh një prostitute politike se sa një politikani që i duhet Kosovës apo Gjakovës. Kjo fyerje e një dite më parë kryetarit të degës së PDK-s në Gjakov Hajdar Beqa pas prishjes së koalicionit me PDK në këtë komunë nxiti reagime të shumta. Rjeti i grupeve të grave të Kosovës e dënojnë rënd gjuhën seksiste, si dhe çfarëdo lloji të justifikimit të diskriminimeve të tilla gjinore që shkelin ligjet e Kosovës. Ky rjet konsideron se deklaratat të tilla janë absurde dhe shumë ofenduese për të gjitha gratë dhe vajzat e Kosovës, sidomos për gratë në politikë dhe vendimarrje. Nuk mjafton veç kërkim falja. Unë lus të gjitha gratë në politikë dhe në vendimarrje, ose në çdo institucion ku veprojnë, që të fillojnë të padisin personat për këtë gjuhë seksiste, sepse kemi dy ligje, ligjin kundër diskriminimit, ligjin për barazi gjinore. Prandaj unë mendoj që dënimet mund të ndalin këtë luftë e burrave politikanë ndaj grave politikane. Edhe ambasadorja e Kosovës në Washington, Vlora Qitaku, e dënoi gjuhën seksiste të Hajdar Beqës, ish deputet i Kuvendit të Kosovës nga radhët e PDK-s. E turpshme deri në neveri gjuha e zotit Hajdar Beqa ndaj Mimoza Kusarit. E mbaj mend shumë mirë nga vetë përvoja ime, çdo sukses apo dështimi imi disi është synuar të ngjyroset me tone seksiste. Kjo mendësi duhet të marrë fund. Ndërkohë, gjatë ditës reagoi edhe Alternativa, të cilën e drejton Mimoza Kusari Lila. Ne vlerësojmë se zotriu Beqa duhet të kërkojë falje publike, jo vetëm se ka ofenduar rënd zonjën Kusari Lila, por mbi të gjitha se përfaqëson një grupacion, subjekt politik dhe si i tillë duhet të jetë shembull për qytetarët, të rinjt dhe të rejat e vendit. Edhe Vjosa Osmani nga LDK-ja dhe Arbëria Nagafci nga Vetvendosja shprehën indinjatën e tyre për shkak të fyerjes së kryetares së Gjakovës Mimoza Kusari Lila. Fjalorin e Hajdar Beqës e cilësuan të turpshëm dhe primitiv. Kjo fyerje erdhi pas prishjes së koalicionit të PDK-s në Gjakov, me që rast kryetaria e kësaj komune, Mimoza Kusari Lila, shkarkoi drejtorët komunal nga radhët e PDK-s. Qeveria në detyrë ka ndarë 200.000 euro për aeroportin e Gjakovës. Ministri i Financave në detyrë Avdullah Hoti ka thënë se mjetet financiare do të përdoren për mbulimin e shpenzimeve të sigurisë dhe nevojave të tjera emergjente. Gjithashtu, qeveria ka ndarë edhe rreth 185.000 euro për kompensimin e shtesave dhe stimulimin financiar për vitin 2017. Me rastin e shënimit të ditës së çlirimit, komuna e Gjilanit sot ka zhvendosur shtatorët e heronjve Recep Mala e Nuhi Berisha nga prona private në atë publike. Gjatë kësaj ceremonie, kryetari i komunës së Gjilanit Lutfi Haziri ka thënë se Gjilani është nderuar se ka kthyer këta dy dëshmorë me pamje ka lindja e lirisë. Policia e Kosovës përmes një njoftimi për media u ka bërë thirrje prindërve që të jenë të kujdesshëm ndaj përdorimit të rrjeteve sociale nga ana e fëmijëve të tyre për shkak të përhapjes së lojës vetvrasëse e njohur si Balena Blu. Kjo lojë ka shkaktuar 130 vetvrasje në Rusi dhe policia raporton se po përhapet edhe në Perëndim. Gjykata e Apelit ka refuzuar si të pabazuar ankesën e prokurorisë themelore në Prishtinë për ish kryeshefin ekzekutiv të Postës dhe të Telekomit të Kosovës, Shoqëri Haxha. Me këtë rast është vërtetuar vendimi marrë me 4 nëntor të vitit 2016, sipas të cilit Haxha është liruar nga akuza për keqpërdorim të pozitës zyrtare. Nga pasuria e deklaruar e zyrtarëve publik në Agjensinë kundër korrupsionit, e publikuar një ditë më parë, kësaj here ne do të veçojmë pasuritë e 3 kandidatëve për kryeministër në zgjedhjet e së dielës: Ramush Haradinajt, Albin Kurtit dhe Avdullah Hotit. Kandidati i koalicionit PDK-AAK Nisma për kryeministër Ramush Haradinaj deklaroi patundshmëri në vlerë mbi 800.000 euro, një shtëpi 950 metra katror në vlerë 300.000 euro, e dhënë me qira. Shtëpin familjare kull në vlerë 270.000 euro, tokë kodrinore në vlerë 75.000 euro, truall 27.000 euro dhe shtëpi banimi 140.000 euro. Haradinaj po ashtu deklaroi të hyra 22.000 euro duke përfshirë pagën, qiran e shtëpis, të hyrat e bashkëshortës e të tjerë. Kandidati për kryeministër nga radhët e lëvizjes Vetvendosja Albin Kurti nuk ka deklaruar të ketë as pronë, as shtëpi, as banesë dhe as vetur. Kurti deklaroi të hyra vjetore nga Kuvendi i Kosovës në vlerë 17.501.42 euro, si dhe të ardhurat e bashkëshortës së tij, paga vjetore së cilës në Norvegji ka shumën 42.240 euro.
Në llogarinë e saj bankare, bashkëshortja e Kurtit ka 85.000 euro. Kandidati i LDK-s për kryeministër Avdullah Hoti deklaroi 25.000 euro. Pasuri të paluajtshme i deklaroi dy banesa në vlerë 128.000 euro dhe veturë në vlerë 5.800 euro. Paga e tij si ministër dhe pagat si profesor i asocuar në 2 fakultete, qiraja e një banese si dhe paga e bashkëshortës arrin brenda vitit 51.198 euro. Pikrisht deklarimi i pasurisë së zyrtarëve publik në Agjencinë kundër korrupsionit ishte temë debati në emisionin Klik të televizionit ton. Do të shkëpusim në vazhdim një pjesë të këtij debati realizuar nga kolegu Lart Hoxha. Nëse morëm përballë statistikat në vitet e fundit, atëherë shohim se kemi raste shumë të rralla kur zyrtarë të lartë publik marrin dënime për mosdeklarim apo deklarim të trajshëm të pasurisë, edhe në ato raste kur kemi dënime, dënimet kryesisht janë me gjob. Realitetin apo qëllimi për atë që është themeluar Agjencia kundër korrupsion, domosdoshmërisht nuk ka arritur pothuajse asnjë sukses. Ne si Instituti i Kosovës për Drejtësi më shumë Agjencinë kundër korrupsionit si në adresë ku pa të drejtë në farë mënyrë vëhet faja apo mundohet politika të tregojë në farë mënyrë adresën se kjo është agjencioni ku kompetent për ta luftuar në farë mënyrë korrupsionin, ndërsa në praktikë agjencia nëse shumë legjislacionin aplikueshëm ka mandat, ka kompetenca shumë të kufizuara. Disa prej milionerëve që janë në politikë kanë qenë klientë tuaj, kështu që një pjesë e tyre, jo të gjithë. Po jo të gjithë, jo e di. Po e di që nuk është bashkëpunë e lirë, edhe me ju angazhu juve dhe ka procese që zgjasin me vjet. Realisht ai e befasuar kur i sheh numrin e milionerëve në politike dhe statistikat e tyre. Jo, problemi ato që tha zoti Miftaraj është krejtësisht ashtu mirë, po problemi tjetër është që kemi pasurit pa deklaruar. Është krejtësisht një problem i shumë i vogël, i pasurisë të deklaruar, qoftë ajo e rrajshme, qoftë në mënyrë mashtruese, qoftë pa u deklaruar saktësisht përjardhja e asaj pasurie. Dihet publikisht që kemi raste posaçërisht të individëve që kanë qenë në politikë të lartë apo që kanë pas edhe raste penale, mirë po janë edhe raste të cilat nuk kanë pas fare ndjekje penale, që saktësisht dihet publikisht, askush nuk e thot me emër dhe me mbiemër, nuk do ta them asun, që kanë pasuri milionshë të padeklaruar dhe fare lehtë është të gjurmohet ajo pasuri për shkak se ata persona kanë nënshkruar kontrata milionshë, dhjetra milionshë, qindra milionshë dhe më të mëdha se këto shuma që i përmenda unë, dhe publikisht si sekret publik dihet që kanë marrë përqindje të caktuar për nënshkrimin e atyre kontratave. Energjia elektrike e cila harxhohet në veri paguhet nga qytetarët në pjesë të tjera të Kosovës. Sa do të tingëllojë paradoksale, Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji bën të ditur se kostot për mbulimin e humbjeve në veri të vendit janë detyruar që t'i shpërndajnë tek të gjithë konsumatorët. Në 4 komunat në veri të Kosovës, qytetarët shpenzojnë energji elektrike rreth 8 milion euro në vit dhe nuk paguajnë asnjë cent. Shpenzimet e tyre i paguajnë qytetarët e tjerë. Se nuk e paguajnë energjinë elektrike në periudhën e pas luftës, e pohojnë edhe qytetarët serb në veri të Kosovës. Ne energjinë elektrike kemi parapaguar për gjitha gjeneratat që do t'jetojnë në të ardhmen këtu dhe nuk ka nevojë që ta paguajmë, sepse atë shumë dëm na është bërë nga ana e shumë vendeve që na kanë bombarduar dhe kjo asnjëherë nuk do të mund të kompenzohet. Nuk e paguajmë, na jepni para do ta paguajmë, nuk kam para. Pensionin e kam vetëm 3.000 dinar për ushqim për jetesë. Energjinë elektrike le ta paguaj kush ka para. Nuk e paguajmë sepse askush nuk e paguan. Ka shumë që janë të papunë. Rrymen nuk e paguan askush, nuk e paguaj asun. E pse nuk paguhet, nuk e di. Zyrtarët e Zyrës së Rregullatorit për Energji nuk pranuan të flasin para kamerës për borxhin e qytetarëve serb në veri të Kosovës për energjinë elektrike të shpenzuar, e cila për më tepër u faturohet shqiptarëve në Kosovë. Në përgjigjen elektronike të Zyrës së Rregullatorit për Energji,
Thuhet se vlera e përgjithshme e energjisë pa faturuar në veri të Kosovës është rreth 8 milion euro në vit. Kjo vlerë nuk është mbuluar nga institucionet e Kosovës. Bordi i Zyrës së Rregullatorit për Energji ka qenë i detyruar që kostot për mbulimin e humbjeve në veri të vendit t'i shpërndajë të gjithë konsumatorët. Mirë po qytetarët shqiptare konsiderojnë absurde pagesën e energjisë elektrike të shpenzuar nga qytetarët serb në veri të Kosovës. Do të mimlua të humbjet e veri dikush, për fat keq e milion qytetari i Kosovës, edhe e shkoj shumë gjatë, është dhe më hanë kohë 18 vjeqara sa u bon. A janë të pazot organet legjitime tona, që për munën me shtri për shtetin nuk e di, po e rrym është që shpenzohet në ato, na e kompenzojmë, unë ajte, dhe më thonë tonë përgjësi. Apet privilegjuam ata, kush janë ata? Dashin me jetun, shtetin e Kosovës në jetun. Shteti i Kosovës ju ka jap drejta atyre që nuk ka në Evropë as në botë që kanë drejta minoritetet sa që kanë serbt. Këta vetë ja kanë dhënë. Këshilli për mbrojtjen e të drejtave dhe lirive të njeriut faktin që energjinë elektrike të shpenzuar nga qytetarët serb në veri të Kosovës e paguajnë qytetarët në pjesët e tjera të vendit, e quan shkelje të drejtave të njeriut. Kjo është e kundërlidhshme, kjo është e dënueshme, dhe mendoj që institucionet hetimore do të herë të fillojnë hetimet, të trajtojnë rastin dhe pas asaj të ndërmarrin veprimin ligjor ndaj aty të cilët e kanë shkelë. Edhe institucioni Avokatit të Popullit vlerëson se një veprim i tillë është në kundërshtim me ligjet në fuqi që rregullojnë sektorin e energjisë elektrike. Është evidente që faturimi i rrymës elektrike që është bërë për shpenzimin e energjisë elektrike në veri të vendit është ngarkuar qytetarëve në pjesën tjetër të vendit, është pa drejtë, është pa ligjshme, edhe ka dëmtuar definitivisht qytetarin. Edhe pse Kosova dhe Serbia arritën marrëveshje për energji në dialogu në Bruksel, kjo marrëveshje ende nuk po zbatohet nga Serbia. U përpoqëm që gjatë ditës të kontaktoj me ministrën në detyrë për dialog Edita Tahirin, por ajo nuk ju përgjigj ftesës sonë. Sot u bën 7 vjetë nga vdekja e aktorit më të madh shqiptar me famë botërore Bekim Fehmiu. Ai u bë i famshëm me filmin Mbledhësit e Puplave të realizuar në vitin 1966. Ai është aktori i parë shqiptar i filmit dhe i teatrit që ka luajtur me sukses në filmat dhe skenat e gjithë hapësirës së ish Jugosllavisë dhe ka bashkëpunuar me emra të njohur të kinematografisë botërore. Jeta dhe vepra e tij u përkujtua sot nga aktivistë të kulturës prizrenase. Aktori mirënjohur nga Kosova Bekim Fehmiu është përkujtuar sot në Prizren në 7 vjetorin e vdekjes. Jeta dhe vepra e Bekim Fehmiu u vlerësua lart nga aktivistë të kulturës prizrenase. Gazetari Fahri Musliu e cilësoi Bekim Fehmiun si një odise për të cilin janë krenar të gjithë shqiptarët. Bekimi ishte signifikim i suksesit, i bukurisë, i forcës dhe i talentit për çdo shqiptar kudo që jeton. Ishte signifikim edhe i krenarisë sepse secili shqiptar mburrej që ishte shqiptar. Bekimi ja ktheu dignitetin shqiptarit që deri aso kohë ishte mësuar që të tjerët të trajtonin vetëm për punë të rënda fizike dhe sharaxhi. Musliu u shpreh i zgënjur me mënyrën se si është injoruar figura e këtij mjeshtri të madh, jo vetëm nga pushteti, por edhe nga komuniteti artistik. Në shumë shtete të Kosovës, rrugët, sheshet e institucionet e ndryshme janë emëruar me emra të personave që nuk i njeh as mahalla vet, por jo edhe me emrin e Bekimit. Bekimin e shpalli qytetar deri Shkodra, edhe pse atje jetoi vetëm 3 vjet, por jo dhe Prizreni, ku kaloi rinin. Drejtori artistik i kinemasë së Lumbardhit, Veton Nurkollari, ka folur për nismën Bekimi i Prizrenit dhe tha se kinemaja e qytetit do ta merr emrin e Bekim Fehmiut. Ne si hapi parë do ta nderojmë me një simbolik të vendit ku hiri i Bekimit. Ne shpresojmë t'ja japim një emër kinemas në qytet, që kinemaja e qytetit quhet Bekim Fehmiu. I pranishëm në këtë tubim ishte edhe vëllai Bekim Fehmiut, Arsim Fehmiu, i cili i falendroi të pranishmit që përkujtuan aktorin Fehmiu. Vlera e tij ka qenë shumë e madhe, e vlerësuar për tjerëve, jo prej meje. Bekimi është i familjes, i kombit, edhe është i Prizrenit, se fëmijënin edhe shkollimin e ka filluar në Prizren e ka përfunduar në Prizren.
Për të nderuar aktorin e madh Bekim Fehmiu, personalitete nga kultura kanë hedhur lule në Lumbardh, aty ku derdh hiri i trupit të Bekimit. Po ashtu në kineman e Lumbardhit do të shfaqet filmi Mbledhësit e Puplave, në përkujtim të aktorit të madh shqiptar. Në përvjetorin e çlirimit të komunës e Gjakovës, u nderua një nga muzikantet më të njohur të muzikës popullore shqipe. Doajenit Ismet Peja ju urua ditëlindja e 80 dhe 63 vjetët e kaluara bashkë me muzikën. Doajeni i muzikës popullore e qytetare, këngëtari me famë ndër shqiptar Ismet Peja, u nderua nga qyteti i tij me një koncert pikërisht në përvjetorin e tij të 80 të lindjes dhe në 63 vjetorin e krijimtarisë artistike. Baca Ismet, si për ta kundërshtuar moshën, njëjtë sikur se ka kënduar gjithmonë se është 23 vjeç, edhe kësaj here këndoi sikur për herë. Këngëtar të shumë që erdhën jo veç nga Gjakova, dolën në skenë për ta nderuar Ismet Pejen. Shkëlzenje Tishi, Edi Furra, Edi Ermeni, Mukades Çanga, Shkurte Fejza e të tjerë, të gjithë të shoqëruar nga orkestra e Vllaznim Bugjovit. Në vitin 1954, për herë të parë si solist i Radio Prishtinës së atëhershme, e këndova këngën Kno o Zogu i Monit. Doajeni Peja u nderua me disa mirënjohje. Kryetarja e komunës së Gjakovës, Mimoza Kusari Lila, i dha mirënjohje me motivacionin për kontribut për më shumë se gjysmë shekulli. Zotit Ismet Peja për kontributin e dhënë mbi gjysmë shekulli në kultivimin e vlerave të muzikës së mirëfillt popullore shqipe dhe për hapjen e saj anë kënd botës. E gëzofs edhe për shumë vite të tjera dhe faleminderit për këtë që ka bërë. Edhe Ministria e Kulturës e nderoi me mirënjohje Ismet Pejen. Sekretari i MKRS-s tha se është hera e parë që Ministria nderon një këngëtar të muzikës popullore. Mirënjohje për Bacën Ismet dhanë dhe Sofra Gjakovare nga Shkupi dhe shoqëria muzikore Agimi. Ismet Peja nuk ishte vetëm këngëtar për gjatë 63 vjetëve të karrierës së tij. Ai ishte edhe mësues për më të rinjt. Sot këngëtare me emër ja njohin meritat dhe e respektojnë. Ishte një përmallim na kthej në nostalgji me këngët, me interpretimin e tij dhe me thënë të drejtën është për lakmi, sepse ka një moshë dhe interpreton aq mirë. Realisht mësuesi im i parë, unë të gjitha këngët në fillim i kam mësu për Bacës Ismet, edhe vazhdoj ato këngë të interpretoj deri sot, ndoshta gjithmonë ka qenë frymëzim për mua dhe vazhdon të jetë. Siç tham unë tjetërve se ti uroj jetë gjatë në skenë, vazhdoj në skenë, se skena man artistin. Baca Ismet ka thënë se një natë para koncertit s'ka vënë gjumë në sy nga brenga se si do të shkojë gjithë organizimi. Por pas tij, ai është i lumtur që çdo gjë ishte në rregull. Shprehet falendërues për këtë vlerësim që ju bë. Me thonë të drejtën në këtë moshë timen, në moshën 80 vjeçar, e karrierën gjatë 3 vjeç, kur më lumtur nuk kam një vetën se sonte, me që shkoj gjithë programi shkoj mirë, merita më e madhe i takon publikut edhe popullit tim gjakovar, gjithë shqiptar. Jam falendërues, mirënjohje më të madhe se për publikun nuk ka. Kështu që ndjej veten jashtëzakonisht kënaqur. Koncerti i kushtuar doajenit të muzikës shqipe, Ismet Pejës, u bë i mundur pikërisht në ditën e çlirimit të qytetit që i dha shumë muzikës popullore shqipe. Të nderuar shikues, RTV21.tv është adresa e portalit ton ku mund t'i gjeni gjitha informacionet kryesore të ditës. Unë ju falenderoj për vëmendjen, mirupafshim.